Përshëndetje, shenja e peshqve. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi mbretin e monedhave, asi i shpatave, 4 shpatat dhe mbretëresha e kupave. Duket se këtë javë ju po hyni me një ndjenjë pjekurie dhe përgjegjësie. Mbreti i monedhave tregon që ju po kërkoni stabilitet, siguri dhe kontroll mbi realitetin tuaj. Mund të jeni duke menduar për financa, për punë ose për një çështje konkrete që kërkon seriozitet. Asi i shpatave sjell një të vërtetë të re. Diçka do të qartësohet në mendjen tuaj. Ju do të kuptoni diçka që ndoshta e keni ndjerë prej kohësh, por tani do ta shihni me logjik më të kthjellët. Me 4 shpatat, duket se shpirti juaj kërkon pushim. Ju mund të ndjeni të lodhur nga ana psikologjike, mund të ndjeni të rraskapitur nga ana fizike. Është shumë e rëndësishme të mos reagoni menjëherë, por të reflektoni. Më pas kemi mbretëreshën e kupave, që tregon se ju mund të jeni intuitiv, empatik. Është thelbi dhe ndoshta gjatë kësaj jave do të ndjeni më shumë se zakonisht. Kartat këshillojnë se ju duhet të balanconi mendjen me zemrën, të mos merrni vendime vetëm nga emocioni, por as vetëm nga logjika. Duhet i jepni vetes kohë për të pushuar përpara se të flisni ose përpara se të veproni. Kalojmë në familje. Në familje kemi ylli, 8 monedhat, 3 shkopinjt, kalorësi i shpatave. Në familje ka një shpresë ose një çështje që po shërohet. Ylli tregon mbrojtje hynore dhe qartësi emocionale. Diçka që ju ka shqetësuar po hyn në fazë stabilizimi. 8 monedhat tregon përpjekje, dikush po mundohet realisht të përmirësojë situatën. 3 shkopinjt flasin për plane për të ardhmen, për pritje, ndoshta diskutime për hapa të rinj. Kalorësi i shpatave sjell komunikim të drejtë për drejtë, ndoshta pak të nxituar, do të thoja unë. Kartat këshillojnë se ju duhet të komunikoni qartë, por me butësi. Mos e lini krenarin të ndërhy. Nëse dëshironi që gjërat të përmirësohen, tregoni durim dhe vullnet për të dëgjuar. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi mbretëresha e shkopinjve, temperanca, kalorësi i kupave dhe 2 shpatat. Për disa prej jush ndoshta kanë të bëjnë me dikë të shenjës së shigjetarit, sepse më tregon mbretëresha e shkopinjve me temperancën. Mbretëresha e shkopinjve është shenjë zjarri, dash, luan ose shigjetar. Temperanca është major arkana e shenjës së shigjetarit, kështu që kjo më ra në sy. Ndaj e thash. Atëherë, në dashuri, duket se ju paraqiteni si mbretëresha e shkopinjve, që tregon që jeni magnetike, tërheqëse, me vetbesim të brendshëm. Dikush ndoshta ju sheh si shumë tërheqës ose tërheqëse, ose ju po riktheni fuqinë tuaj personale. Temperanca tregon se situata kërkon ekuilibër. Mund të ketë 2 energji që duhet të harmonizohen. Ka ndjenja, por duhet maturi. Kalorësi i kupave është një ofertë emocionale. Mund të jetë një person që afrohet me fjalë të bukura, me ndjenja të sinqerta. Por, në 2 shpatat tregon një bllokim. Dikush, ndoshta ju, nuk po merr një vendim. Ka frikë. Ka frikë nga zgjedhja. Kjo javë në dashuri është si një skenë ku zemra do të flasë, do të cicërojë, por mendja do të kërkojë siguri. Kartat këshillojnë se ju duhet të pyesni veten, apo e shmangni një vendim nga frika. Mos i mbyllni syt para së vërtetës. Nëse ndjeni diçka, duhet ta pranoni. Nëse nuk jeni të sigurt, duhet të kërkoni kohë, por mos qëndroni pezull pafundësisht. Dikush pret një përgjigje nga ju, qoftë edhe emocionale. Nëse ju jeni në një marrëdhënie, është moment për biseda.
për biseda më të thelluara. Nëse ju jeni vetëm, një person romantik mund të afrohet, por ju duhet të jeni emocionalisht të hapur. Kalojmë tek puna. Në punë kemi dielli, 9 shpatat, karroca, 4 kupat. Në punë, dielli është sukses, qartësi, mundësi shumë pozitive, por 9 shpatat tregon ankth ose shqetësim të brendshëm. Ju mund të jeni në një situatë të mirë, por mendja juaj po ju lodh me dyshime, me skenar. Karroca tregon se me fokus dhe disiplinë ju mund ta çoni përpara çfarëdo lloji gjëje që keni në mendje. 4 kupat paralajmëron për apati ose mos vlerësim të një oferte. Kartat këshillojnë se ju duhet të mos e sabotoni veten me frikë, shikoni faktet, jo vetëm mendimet negative. Një mundësi është para jush, por ju duhet ta shihni me sy të hapur. Kalojmë në prizëm orakull ku kemi mister. Fjala mister tregon që jo gjithçka do të zbulohet këtë javë. Ka gjëra që po përgatiten në prapasken. Pra, Zoti po ju kërkon besim. Pak a shumë, mesazhi për ju është që ju duhet të pranoni që jo çdo përgjigje vjen menjëherë. Ka një mister që po shpaloset ngadalë. Intuita juaj është busulla juaj më e mirë. Për një përmbledhje unë do të thoja për ju se kjo është një javë qartësimi. Ju do të kuptoni diçka të rëndësishme për veten dhe për një marrëdhënie. Ka stabilitet, por edhe vendime gjatë kësaj jave. Ka dritë, por edhe ankth që duhet kapërcyer. Pra ju duhet të pushoni përpara se të reagoni, të flisni me sinqeritet në dashuri, të mos e lini frikën t'ju ndalojë në punë, të besoni intuitën tuaj. Në fund të javës ju do të ndiheni më të qartë se sa në fillim, sepse misteri do të fillojë të marrë formë. Paçim.